adhurues tjetër, dëshmojmë nga ky vend se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Zotit një, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është vrëtë i dërguar i tij. Përshëndetje dhe selamet tona qofshin mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, në hutben e kaluar kemi përfunduar me shpjegimin e një shenje të madhe të Kiametit, e që ishte Dejjalli. Dhe thamë se fundi i Dejjallit është zbritja e Isait alayhi salatu wassalam nga qielli, dhe do të vijë Isai alayhi salatu wassalam në një kohë dhe do ta mbysë Dejjallin. Prandaj për sot vëllezër të nderuar, ju kemi premtuar që do të dalemi, do të flasim për Isain alayhi salatu wassalam, se njëri prej pejgamberëve të Zotit, por njëkohësisht është edhe njëra prej shenjave të mëdha të Kiametit, për të cilën na ka paralajmëruar i dërguari ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salatu wassalam, vëllezër të nderuar, thotë: unë kam të drejtë shumë të madhe tek Isai alayhi salatu wassalam. Kur e kam pyet shokët për çfarë ke të drejtë oj dërguari i Zotit, do të kam të drejtë sepse mes Isait alayhi salatu wassalam dhe meje nuk do të ketë pejgamber. Prandaj para se të vinte Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka qenë si i dërguar i Zotit Isai alayhi salatu wassalam, dhe dikon ka qenë për afërsisht 500 vite prej Isait alayhi salatu wassalam dhe tek ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Isai alayhi salam, vëllezër të nderuar, nuk e kanë mbytur, dhe për këtë arsye thot Zoti i Madhreshëm në Kur'an: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." Thot atë as nuk e kanë mbytur, e as nuk e kanë kushtuar, mirë po atyre vetëm ju kanë përngjohur, mandej Zoti thot: "Wa ma qataluhu yaqinan." Thot atë nuk e kanë mbytur dhe sigurisht se atë nuk e kanë mbytur. Dhe me këtë ajet Kur'anit, vëllezër të nderuar, don Allahu xhaleshahu që neve na i përforcoj zemrat tona dhe duke na qenë të bindur se me të vërtetë Allahu xhaleshahu e ka ngrit atë në qiell dhe nuk e ka mbytur, nuk e ka kushtuar, mirë po atyre vetëm ju ka përngjohur. Prandaj Allahu xhaleshahu, vëllezër të nderuar, e ka zgjedhur Isain alayhi salatu wassalam që edhe lindja e tij të jetë mrekulli, edhe veprimtaria e tij të jetë mrekulli, por njëkohësisht edhe ngritja e tij të jetë mrekulli. Prandaj vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pyetur njëri prej shokëve të tij Ebu Dharrin dhe i thotë: "O i dërguari i Zotit, a ke mundësi më tregu, a ka pas pejgamber para se të vish ti, o i dërguari i Zotit?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë që ka pas pejgamber para se të vi unë, dhe e përmend Isain alayhi salatu wassalam se njëri prej pejgamberëve të Zotit që ka dalluar dhe ka veçuar prej pejgamberëve që kanë qenë më herët. Prandaj thot Isain alayhi salatu wassalam, Allahu e ka ngrit për një kohë të caktuar në qiell, thotë edhe do ta mbaj atë për një kohë të caktuar, mandej do të zbres prap nga qielli në tokë, dhe ai do të udhëheq muslimanët dhe ai do të jetë kryetar i muslimanëve. Prandaj pas këtij ajeti dhe hadithit pejgamberit alayhi salam, e kuptojmë vëllezër të nderuar që Isai alayhi salam Zoti pas ka ngrit në qiell dhe ai ende qëndron në qiell dhe do të vijë në kohën në fundit, ku do të jenë shenjat e Kiametit dhe para se të përfundojë jeta e kësaj bote. Do dalim pak se shumë e rëndësishme vëllezër të nderuar të mësojmë pak rreth lindjes së Isait alayhi salatu wassalam, e mandej do të vazhdojmë për jetën e tij si pejgamber dhe disa mrekulli që i ka pas Isai alayhi salatu wassalam. Ne dim vëllezër të nderuar që Isai alayhi salatu wassalam e ka pas nën Merjemen. Dhe Merjemja ka rrjedhur në një familje shumë të ndeshme, shumë të moralshme, shumë të respektuar në vendin ku ka qenë, dhe kështu që nana e Merjemës një ditë prej ditësh e lut Allahun xhaleshahu dhe thotë: "O Zot,
mundësona që të më linë një djallë që unë të avon me shërbim tonë. Shpesh që në ku kërkojme vlak, o Zot na e për vlak që të në ndihmojnë në gjesin dorën e kështu me radhë, mirë po, kjo non e ka kërku prej Allahu xhaleshanu, o Zot, më mundëson që unë ta kem një vlak të hojrit, i cili kujdeset për shtëpinë tonë, për xhaminë tonë dhe është krejtësisht të shërbimit tonë. Dhe Allahu xhaleshanu, vëllezër të nderuar, ja pranon duan nënës së Mërjemes që ajo të mbetet me barë dhe mandej kur e lind e shef se ky nuk është djalë, mirë po është vajzë. Dhe tash mërzitet pse nuk ja plotësoi Zoti dëshirën që i ka pas që ta lind një djalë që ai të kujdeset për xhami. Dhe njerëzit më të mirë janë vëllezër të nderuar, ata të cilët përkujdesen për shtëpitë e Zotit, që ato të jenë bajnë shtëpitë Allahu xhaleshanu dhe të jenë gjithmonë në adhurim ndaj Zotit të Madhreshëm. Prandaj masi që e lind vajzë, tash po dojnë se cilë prej atyre që kanë jetuar në atë kohë që ta marrin në përkujdesje Mërjemen, ja dojnë emrin Mërjemen, dhe Zoti xhaleshanu thotë se Allahu është ai i cili vendos se çfarë të dalë ky fëmijë dhe Allahu e di të fshehtën dhe e di të mirën se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Prandaj e shohin se kush do ta marrë, vendosen se kush do ta marrë në mbikëqyrje këtë vajzë dhe e marrin e mbushin një enë me ujë dhe thonë hidhni disa shkallë dhe ati që i del shkallë e fundit prej ujit, ai do ta marrë në përkujdesje. Dhe ka marrë kur e shohin se kujt është ajo shkallë që ka dalë prej ujit, prej asaj ene me ujë, e shohin që ai është Zekariaja alayhis salam, që ka qenë njëri prej pejgamberëve të Allahu xhaleshanu. Mandej rritet Mërjemja në përkujdesjen e Zekarias dhe ja ka vendos një dhomë në xhami dhe sa herë që ka hyrë, domethënë në atë dhomë ka bëj ibadet Mërjemja alayhis salam dhe aty e ka adhuru Zotin, është falshëm dhe ka qenë njëra prej atyre që ka bëj ibadet më shumë të Allahu xhaleshanu dhe nuk ka dalë vetëm se kur ka pas nevojë që të dalë prej asaj dhome. Dhe thuhet që sa që ka hi Zekariaja alayhis salam në dhomën e saj, e kemi edhe këtë ajet i Kuranit që është i shkruar pikërisht në këtë mihrab, dhe thotë kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Thotë sa herë që ka hi Zekariaja alayhis salam në dhomën e saj, në mihrabin e saj, ka gjetur fryte të freskëta. Ka hyrë në stinën e dimrit, ka gjetë pemë të stinës së verës. Ka hyrë në stinën e verës, ka gjetë pemë dhe fryta që ka gjetë të stinës së dimrit. E kështu me radhë dhe i ka thonë min ejne leki hada. Thotë prej nga këtu po dhejnë oj Mërjeme, thotë këto janë hada me rizku Rabbi, thotë këto janë prej Allahu xhaleshanu, sepse Allahu thotë yerzqu men yashau bi ghayri hisab. Allahu është ai i cili i furnizon robët e tij pa kurfar llogarie dhe pa kurfar hesabe. Prandaj të gjitha këto mirësi që ku i sheh janë prej Allahu xhaleshanu. Ta do dalim në pikën tjetër, që ishte sa përket Mërjemes alayhis salam, se si kjo është lindur dhe mandej tash vjen një kohë që është shumë e rëndësishme që Mërjemja alayhis salam, domethënë të mbetet me barë. Tash me del Mërjemja dhe Allahu xhaleshanu e dërgon melekun Xhibril te Mërjemja dhe i thotë se unë kam marrë që të përgëzoj. Përgëzimi i parë për Mërjemin ka qenë që kjo është njëra ndër gratë më të mira të botës. Dhe dyta është se unë do të përgëzoj me një djalë. Të qysh të kom përgëzoj me një djalë, kur mos më ka thu askush. Të të edhin që unë e jam, nuk jam e martuar, jam e virgjë, të qysh ka mundësi të të me linë të të djalë. Të kjo është caktim i Zotit dhe thotë prej caktimit të Zotit nuk mund të ik askush. Prandaj thotë përderisa është caktimi i Zotit, atëherë unë pajtohem me një gjë të tillë, kur i afrohet meleku Xhibril në formën e njeriut, i thotë largohu nëse ja ki frikën Allahu xhaleshanu, thotë largohu prej meje, thotë të e din që unë jam e devotshme, jam e moralshme dhe jam e ndeshme. Thotë kjo unë jam i tregon se unë jam meleku Xhibril, ka marrë në formën e njeriut që të fryjë dhe ti do të mbetesh shtatzan dhe do ta lindësh një fëmijë. Atëherë
derisa e kupton që është caktimi i Zotit, i afrohet dhe nga mendja e saj e fryn me lekun Xhibril që ka ardhur në formën e njeriu dhe kjo fryrje ndërton deri tek emra e fëmijës dhe aty ndalet dhe formohet fëmia dhe tash mbetet shtatzon Merjemja. Kur mbetet shtatzon tash kjo friksohet me dalë para njerëzve, ku të shohin shtatzonve prej kati, ne din që ti familjen e kitë mirë, e kitë deshme, e kitë morashme, të qyshti me bon një gjë të tjerë. Prandaj dhe nësët kur e shohin disa vajza që nuk jenë rrugën e Zotit, atyre do t'i me ardhë marrë, se familjen e tyre kanë morashme dhe ndeshme, dhe duhet me arrujt nerën dhe ftyren familjes, prindër mas pare e mandejeve dhe të vetës të tyre. Prandaj kjo kanë jetë një familje shumë të ndeshme dhe gjithmonë është friksu që mos po e shep dikush dhe mos po e heton dhe në fundin e shtatzanisë së saj vendoset që të distancohet prej masës dhe të shkojë në hijen e një palme dhe aty që ndron Merjemja dhe tash kur i vjen ato ditë e shtatzanisë thot Merjemja sikur të kisha vdekur qalet ja lejteni mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Thot kur e rrotën ato dhimbje e lindjes, thot sikur të kisha vdekur dhe unë mos të isha gjatë dhe ta përjetoj një gjë të tillë. I ka përjetuar vëllezër të nderuar, i ka paramenduar që do të ketë dy dhimbje apo dy ngjarje shumë të rëndësishme. E para i ka përjetuar dhimbje të shtatzanisë dhe e dyta tash ka qenë kjo që ka pas një preokupim shumë të madh se çka do të thojnë njerëzit kjo kur do dalë me fëmijë para tyre. Ka qenë shumë e rrezikshme për to dhe ka qenë diçka shumë e rëndë, mirë po vendoset në hijen me kësaj pemë, atë e lind Isain a.s. i vjen me lekun Xhibril dhe i thotë se mos u friksoni për ushqimet tua se Zoti do ta bëjë që të jetë një lëmë afër teje dhe ato hurmat që i ka pas në kokën e saj nuk ka pas nevojë që çohet me marrje po i ka zbrit Zoti dhe është ushqyer prej ujit të freskët dhe prej hurmave të ka lind Isai a.s. Tash njerëzit kur e shohin me fëmijë po fillojnë të flasin qysh ti me bësh këtu te aty me kujna je, aty çfarë familje ke pas, prindu nuk kanë bërë asnjëherë një gjë të tillë, mirë po Zoti i ka urdhëruar që ajo mos të flas asnjë fjalë, dhe thotë unë jam i obligueshëm prej Zotit që ta agjeroj, mirë po agjerim nuk do të thotë me ne veç pa hunger dhe pa pi, por agjerim është njëri me përmbajtje vetën e vet dhe nga një herë edhe mos me fol. Prandaj Merjemja nuk ka folë asnjë fjalë dhe gjithmonë është drejtuar nga biri Isai a.s. dhe qysh kur ka qenë në djelt Isai a.s. ka folur dhe i ka treguar se unë nuk jam asgjë tjetër përveç se jam i dërguar i Zotit, që Zoti më ka zgjedhur që të jem i dërguar në mesin e juaj. Mandej vëllezër të nderuar, këtu do ta përfundojmë me këtë çështje dhe në desin apo hyrjen e ashme do të flasim për Isain a.s. çka i ka thonë popullit të tij, në çka ka thënë Isai a.s. do të flasim për disa prej mrekullive të Isait a.s. që i ka pas e mandej ngritjen e tij në qiell e kështu me radhë. Deri atëherë e kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.